Ka përfunduar evidentimi i dëmeve të shkaktuara nga zjarret e rëna gjatë verës në qarkun e Vlorës. Zonat të cilat ishin më të prekura në qark janë Delvina dhe Finiqi, teksa nga evidentimi i dëmeve rezultuan se si pasojë e zjarreve në Delvin u shkëmbuan 16 banesa, një kish, 5 automjete si dhe u dogjën 1250 hektar shkure, 1250 hektar kullota, 69.965 rënjullinj. Njëkohësisht në zonën e Delvinës u dogjën nga flakët 30 kokdele dhe 3 mushka, 45 hektar me pyje dhe 622 koshere bletësh. Ndërkohë në zonën e Finiqit zjarret dogjën 17 banesa, një kish dhe një stall bagtish. Nga situata në zonë u dogjën 35.000 rënjullinj, 4.000 rënj me vreshta dhe drurë frutor. Gjithashtu dëm e pati dhe në Gjën e Gjallë ku u dogjën 9 gjedh dhe 330 koshere bletësh. Në Konispol u dogjën 80 hektar shkure, 20 hektar kullota, 1.100 rënjullinj, 100 drurë frutor, 10 dele dhe 10 koshere bletësh. Ndërkohë që nga evidentimi i dëmeve në të gjitha bashkitë e qarkut Vlorë, janë konstatuar dëme dhe në bashkitë Vlorë, Sarand, Himar, Selenic, të cilat janë kryesisht në kullota dhe pyje. Deri tani ka përfunduar vetëm evidentimi i dëmeve, ndërsa ende nuk ka një datë se kur do të nisë dëm shpërblimi për familjet e prekura. Edhe pse në daljen e tij publike kryeministri theksoi se shpërblimi do të kryhet për çdo dëm të shkaktuar, ende mbetet e paqartë se si do të veprohet apo do të vendoset në bazë të vendimit të Këshillit të Ministrave të vitit 2012 që parashikon vetëm dëm shpërblimin e banesave dhe elektroshtëpiakeve.